Reuters e nis artikullin me protestën e fundit të opozitës përpara kryeministrisë. Tensionet ishin arritur që kur zyra e prokurorisë speciale, e njohur si SPAK, pa ditë zëvendësen e kryeministrit Edi Rama Belinda Balluku në dhjetor, me dyshimin për ndërhyrje në dhënien e 2 kontratave të ndërtimit në vitin 2021 në vlerë më shumë se 200 milion euro. Balluku një yll në ngritje të cilën Rama duket se shesi një pasardhëse të mundshme, mohon shkeljet dhe e ka mbështetur atë gjatë gjithë kohës. Sipas Reuters, akuzat për korrupsion kërcënojnë arritjen e Shqipërisë drejt BE-s. Në përgjigje të pyetjeve nga Reuters, zëdhënësia e kryeministit Rama mbrojti karrierën e tij duke theksuar se Shqipëria meriton të bashkohet me BE-n për shumë arsye dhe lufta kundër korrupsionit pa asnjë hezitim është njëra prej tyre. Bisedimet me BE-n filluan në vitin 2022 dhe më 17 nëntor të vitit kaluar Shqipëria hapi raundin e fundit të kapitujve për diskutim si një nga vendet kryesore në projektin e BE-s për të zgjeruar në Ballkan. 3 ditë më vonë, një njoftim për shtypi SPAK-ut njoftoi padin ndaj Ballukut. Akuzat përqendrohen në 2 tendera në vitin 2021, një për ndërtimin e një tuneli e autostrade dhe një tjetër për një pjesë të një unaze rreth Tiranës. Balluku, si ministre e infrastrukturës, akuzohet për drejtimin e tenderave për të favorizuar kompani specifike. Akta akuza e parë nga Reuters përfshin fragmente të mesazheve me tekst midis Ballukut dhe kolegëve, përfshir drejtorin e autoritetit rrugor shqiptar, i cili është i akuzuar gjithashtu. Në një mesazh më 10 shtator 2021, ajo duket se i kërkon drejtoreshës të takohet me një zyrtar në Nova Construction 2012. 4 ditë pas takimit, Nova hyri në një kontratë me 2 kompani të tjera për të formuar një konsorcium i cili më pas fitoi kontratën e Unazës. SPAK tha se Balluku kishte paracaktuar fituesin dhe krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta. Reuters nuk ishte në gjendje të përcaktonte nëse drejtoresha u takua me Novan. Kompania nuk ju përgjigj një kërkese për koment dhe as avokati i Ballukut. Balluku, e cila u pezullua nga një gjykatë antikorrupsion në nëntor, tha rreth asaj kohe se nuk do të komentonte për çështjen ose për ndonjë gjysmë të vërtetë dhe gënjeshtër. Ndërkohë, sipas Reuters, marrëdhëniet e SPAK-ut me Ramën ndonjëherë kanë qenë të tentosura. SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit të Ballukut nga paraburgimi, por Rama e kundërshton këtë dhe akuzon SPAK-un për tejkalim. Të hënën ai u tha ligjvënësve se kishte refuzuar 3 herë ofertat e Ballukut për të dhënë dorëheqjen. BE ndërkohë po vëzhgon. Retorika që mbjell mosbesim publik në gjyqësor dhe në pavarësinë, panshmërinë dhe integritetin e sistemeve gjyqësore dhe prokuroriale është kundërproduktive. Luftimi efektiv i korrupsionit është me rëndësi të madhe për përparimin e Shqipërisë drejt antarësimit në BE, tha zyra e BE-s në Tiranë në një deklaratë për Reuters.